Faleminderit shumë. Ju uroj mirë se ardhje. Përfaqësues të institucioneve, partner ndërkombëtar dhe përfaqësues të mediave. Ex officio i Këshillit Prokurorial të Kosovës deklaroi të hapur Prokurorial të Kosovës në përbërjen e re institucionale. Pas hyrjes plot të ligjit numër 08 L 249 për sipas kornizës ligjore në fuqi nga 7 anëtar. Në këtë mbledhje janë të praneshëm me çka përmbush kushtin ligjor për formimin e procedurat e vendimmarrjes dhe mënyra e votimit zbatohen në përputhje të plot me dispozitat e ligjit në fuqi. Në mungesë të kryesuesit të zgjedhur të Këshillit, drejtimi procedural i kësaj mbledhje është shtetit, në cilësinë e anëtarit ex officio, me qëllim të garantimit të vijimësisë institucionale, respektit të Këshillit deri në zgjedhjen e organeve udhëheqëse. Kjo mbledhje ka karakter konstitucional në fillimin formal të funksionimit të Këshillit, e ri ligjor dhe institucional dhe si para kushteve procedurale për funksionimin e qëndrueshëm dhe të qëllimi parësor i kësaj mbledhje nuk është trajtimi i çështjeve meritore apo kontestuese, por ndërtimi i bazës organizative të ushtrojë kompetencat e tij në vijim. Duke patur parasysh rrethonat institucionale, ndryshimet ligjore nga disa anëtar përmes komunikimeve zyrtare para thirrjes së kësaj mbledhje, kam ligjor nga zyra ligjore e Këshillit Prokurorial të Kosovës të orientimit teknik dhe interpretimit të unifikuar procedural. Ky opinion ka karakter. Ai ka konfirmuar se mbledhja e parë e Këshillit në përbërjen e karakter konstituiv dhe funksionalizuar, e orientuar në rregull institucional. Në këtë kuadër, rendi i ditës përcaktuar në përputhje me këtë karakter dhe përfshin vetëm organizimin dhe funksionalizimin fillestar të Këshillit. Në 1. Shqyrtimi dhe miratimi rregullorës vënës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të harmonizuar me ligjin numër 0849. Në 2. Marrja e vendimit për shpalljen e Prokurorial të Kosovës. Ky rend i ditës është ndërtuar për të garantuar stabilitet institucional, siguri juridike dhe për të shmangur ndërmarrjen e veprimeve që mund procedurat gjyqësore në zhvillim apo parimet themelore të administrimit publik. Në rendit të ditës, në përputhje me praktikën procedurale, nëse ka ndonjë propozim shtesë që lidhet, ju ftoj që diskutimet të zhvillohen dhe brenda kornizës procedurale. Në interes presim. A do të përsëritemi prap? Të nderuar, inqizimi si duket ka pas ndërprerje, atëherë, nëse nuk është të fjalimi nërës, po, si më thonë me marë mesazhin nga fjalimi hë.